Nderuar qytetarë të TV Kamenicës, të nderuar bashkëkombës tonë kudo që jeni, jemi këtu me rap këngëtarin tonë të mirënjohur nga Kosova, Golden Age, njëherit emrit i cilit është Arjan Agushi. Arjan, koncerti humanitar qëllimit i cilit është që nga shitja e biletave pra. Sot, të gjitha ato para këto para që të bëhen sot do t'i dhurohen familjes Omer Mehmetit nga Kamenica, për cilin fëmijë sigurisht se jeni njoftuar në vëjtë rreth 200.000 euro shumë për ta shëruar edhe ato jashtë vendit diku në Austri. Na interesoj si fillim e ditë, a është ky një koncert joti për herë të parë që është marrë humanitar, a jeni zakonisht kështu humanist edhe a do të vazhdoni kështu edhe në të ardhmen? Asnjë koncert humanitar sot nuk e kam refuzuar, por më pranë kërkon ta çim. Shkat më ndihmu gjithmonë për atë Zotit. Sa të më inshallah do Zoti e shpëton djalin edhe gjithë ata që kanë nevojë për neve, kështu që ku të më thirrën një gratë që më parasysh për tonë. Po. Shpresojmë që ta komi edhe në organizime tjera humanitare. Dhe ju lash Zotit gjithmonë të jeni kështu humanist. Arjan, do të kalojmë tani diçka tjetër, klipi ju i fundit që titullohet Shqiptar, ka bërë bujt madhe për një javë. Keni thyer çdo parashikim të mundshëm, keni arritur domethënë të në YouTube ta shikojnë videon mbi 1.400.000 tash ka arrit fonca. Na tregoni lutem për nga inspirimi, kush ju ndihmoi, kush ju dha këtë ide apo si arriti deri te ky klip kaq që vetë është sigurisht gjithë këngët e mia, por kjo ka prek pak më shumë se ndoshta i kam frikë më emra të persona, kështu që kjo ka ndikuar pak më tepër dhe ka qenë edhe me klip, kështu që s'po di. Ka arritur në atë vesh ku dashë, shqyre ka përqi publik, kritikat negative, shumë normale është edhe na i kam kur e bën për diskotekën me pas kritika, lemo kur e bën diçka që e thuni realitet vendit. Kështu që mund ka prek vish realitetin në Kosovë, pa marrë parasysh gjithë shqiptarëve që jetojnë në Kosovë. Ka prek çfarë realitet, edhe kum shpreh domethënë ato të këqija që i kum në televizor kur gjithë kum rrejt. Çka kum në televizor i kum shit në këngë, çka kum në gazeta i kum shit në këngë. Që mos ndihet të ofenduar kërkush, çka ja do të mirën këtë vend. Ke kush ke. Përkundër kritikave nga muzikolog, psikolog, politikan, nuk e ke fort problem. Do të vazhdosh nëse ti pat mundësia edhe një herë njëjtin punë me bëu. Jo, çdo unë kum bë këngë gjithmonë për të mirë të vendit, po më parasysh çfarë dukurie ka qenë kundër drogës, kundër shkafit, kundër alkoolit, gjithmonë ato s'kan ndikuar kur, po si shojta politikan do bëhe madhe, po ç'ke nuk i kum shoj krejt, apo do të thonë se ata faktikisht në udhëheqin. Nuk më shoh diçka që na bën neve mirë, po i kum kallzu, as nuk e kum shoh faktikisht kum thonë në intervistë, nuk i kum shoh me nonë, as me familje, as me kurrë nuk i kum shoh, nuk i kum prek, nuk e kum kallzu gabimet. Jo, do të thonë që mos prekëm për gabimet vetë, se unë jam një qytetar i këtij vendi, kështu që më shpreh ato apo çka duhet. Absolutisht. Po do të thonë që s'kan çka më thonë shumë realiteti ka prekët kanë kur gjë më tepër. Po sot Arjan që jeni thirrur nga policia e Kosovës në akuzën për cilë udhëheqjes fetare. A keni arritur ta mbroni mirë vetën dhe a keni planin të ardhmen si do të mbroni nga këto akuzë? Kam thirrë, domethënë se bu buje madhe policia, unë falenderoj, ja vlen që ata se kanë bu punën e vet, apo nuk kam faj policia e shtetit. Kështu që e kam bënë intervistën që është më mirë, ti kam kallzu që s'ka pas, domethënë atë shtytje për dikë se kam mendon dashur që kam shtytje për një institucioni fetar apo diku, përkundër dhe muzika me fe është haram, kështu që mos kam mundësi muzikë kërkoj që kam më bëj ekstremist apo diçka tjetër. Unë kum shpreh në realitet, po më parasysh që unë kum thonë ato që jam, dikush ata që është vetën, unë kum thonë ato temë. Është që nashta që më ofendu dikush më vjen keq, do të thonë që më thojmë pa ju bishtin masa si shkon maçorri për mas. Kështu që e kum thonë ato diçka është, s'kum thonë diçka jashtë asaj çka kur gjithë se kum thonë e mirë është, nuk e kum shoh kërkujt familjen. Do të thonë se familja tyne më pas na është dëshmor. E s'kam faj për shembull dëshmor që këta e mbohajnë. Arjan, më tregot këtu më këtë keni pas një takim me imamat e Kosovës, ju kanë përkrahur në një farë mënyrë edhe një lloj mini kritike ju kanë bërë për çështjen e muzikës, po atëra kanë dashur të mirën, kanë dashur që ju në të ardhmen të kaloni edhe ndoshta ta lëni muzikën, ashtu që a ke menduar për këtë punë ndonjëherë të lëni muzikën? Fotografi për shkak domethënë jam në shefqetin jam anë, unë jam takuar rastisht në xhamin e madh në Prishtinë, ku shkoj më fal, ku shkoj më fal gjithmonë. Kush më falem takuj ka vonë ky djalë që ka bëu këngën ashtu, sepse ai më ka fallu bile që muzika domethënë me fe është ndaluar, domethënë. Edhe ato ofendimet në shase. Kurse përkaq se unë jam këngëtar, apo do të thosh. Nëse lu muzikën e lokret, më ka në ofendime me kret, në muzikën e kret, apo do të thonë. Më mendja që u pëlqy pe popullit, aty në çka domethënë jeton një shumicë e madhe, domethënë shumica ngoj muzikën, se me asnjë lloj muzike tjetër të shamujt me thon këtë realitet. Po do të thonë që kërkuj tjetër na shumë skish mund me thonë që ka direkt, që domethënë Zoti më ka dhënë fuqinë, forcën, edhe e kam thonë ato që e kam dash. Pa dash edhe një herë, por më ofendu kërkon. Për fund,
Nëse a ke mendu ndonjëherë seriozisht me lënë muzikën? Edhe me ços fes ma. Mendu shpesh, po kjo muzika domethënë është ka haramin e vet. Ose me kësaj ka Allah mbrana për meje, për shembull se i kumulzu shumë tri, domethënë që e kanë kuptuar në realitet që i kanë kthyer kundër jo vetëm për këtë këngë, por për shumë këngë tjera kanë kthyer kundër drogës, e ka fansat e mi drogë nuk marrin. Fansat e mi alkool nuk pinë, so fans jam për vot. Fans jam është patriot edhe është musliman. Kom fans edhe katolik, atë shumë thjesht më thon, kom fans ortodoks, që më urojnë Bajramin, atë kështu që ata unë nuk i kam ofenduar këngë, por parasysh sundosh me përçarje, shumë ka ardhur akuza, përçarje ndër etnike fetare, për kundër asnjë fansat e mi kam anën bon trojave shqiptare. Ata kanë tjetër fe, unë jam tjetër fe, kështu që s'kam çamë bon as ata asun që jam gjithë. Marian, krejt në fund, sepse e dim që kohën e ki kufizuar edhe mbi të gjitha planet që i ki tash për me shku pak më urgjent. Porosia e jote për vllazërit shqiptar, çka të veprojnë ata pas gjithë kësaj situatë krijuar, ai flet pak që thuhet situatë. Ka nevojë me bëu konflikte mes vetë, marr parasysh nëse njëv dikon, atë me kritiku dikon tjetër për shembull se mund kanë kritiku për shembull këna pas kamet me fol neve për fejen, këme tatuja, me statuja, po ne gabon jam njëri më burr, më gaboj. Apo gabon që unë kum kon në realitet, mos ka fejen tonë, kum thonë në këngë, mos merr fejen në njëri, po se be Kur'anin, mëse do më mësu. Nëse do më mësu çka ke ullën. Më në zgjedh ull tjetër, apo që po nëse do më mësu, unë më thotë, mos e merr për meje. Unë kum sprim lefin, që ajo ndim lefosën, domethënë pi situatave, pi parlamentarëve, pi qeveritarëve, po marr parasysh kush që dalin për ton kohën për parlament shohëm, bo aki edhe gjuhën. Edhe kërkos mirë me ta, unë për një kamë, bo hajri shohës, për di që me thonë. Arian, në emët popullit shqiptar, në emët popullit Kamenicës, falenderoj shumë që ke qenë këtu, ke ardhë, dhe më thonë, me zemërgjësi, dhe ja paraqit para publikut Kamenicës. Kam pritë shumë mirë, falenderoj, gjithmonë e këmë ditë që kam e fansa, po dhe më thonë edhe ke konga e ka buhet bujën e vetë, që faleminderit Kamenicës, faleminderit se pjesa në moralë gjithmonë. Zoti shpërbleft e nderoft çka ke bërë sot për këtë fëmijë që kërkon shërim. Inshallah don Zoti familjarë, falenderoj shumë. Inshallah Zoti do na shëron sa më shpejt edhe është mesin tonë, kon qef me pavë të fëmijë bashkë me mua, në koncert në Prishtinë ku do. Edhe vash Zoti që ti je gjithmonë kështu humanist. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.